Kjo që shihni nuk është një fletore borxhesh në një dyqan ushqimor në lagje, por në një farmaci në qytetin e Korçës. Shumë prej qytetarëve janë detyruar të shënojnë emrin për shkak të pamundësisë për të bler ilaçet. Kjo është përditshmëria për shumë pensionistë, por edhe qytetarë të tjerë, të cilët detyrohen të marrin medikamentet me borxhe ose të mos e zbatojnë plotësisht recetën e përshkruar nga mjeku. Rritja e kostos së mjekimit po e bën gjithnjë më të vështirë përballimin e shpenzimeve për familjet me të ardhura të kufizuara. Farmacistët tregojnë se çdo ditë përballen me qytetarë që fillimisht pyesin për çmimin e ilaçeve dhe më pas vendosin se cilat mund të blejnë. Dhe shikoj që nga viti në vit, jo vetëm pensionistët, por çdo kategori është në kushte ekonomike që mua më vjen shumë keq. Ne jemi një profesion që përkasim humanizmit, edhe unë për ditë më hapet dera dhe shikoj njerëz të cilët me receta në duar kanë një frikë në sytë e tyre, sepse shpesh pyesin në fillim për çmimin. Në shumë raste, për të mos i lënë pa mjekim, ata ju shënojnë medikamentet në fletoren e borxheve, të cilat vazhdojnë të mbushen prej vitesh. Ka dhe nga ata, të cilët unë patjetër që i ndihmoj, se jam farmaci lagje, i kam pacientët që prej ditës së parë që vinë këtu në farmacinë time, edhe mundohem që t'i ndihmoj. Edhe pensionistët e pranojnë se pensionet që marrin nuk mjaftojnë për të përballuar as nevojat më bazike, aq më pak shpenzimet për medikamentet. Se pensionistët kanë vajtë në fund atje. Ata them mund. Pensionistë ende në rrugët. Dhe ka shumë drejt. Se nuk rritet me 2% njëherë në 5 vjet pensioni. Për një pjesë të qytetarëve në Korçë, kujdesi për shëndetin është kthyer në një sfidë të përditshme, ku ilaçet merren sot me shpresën se do të mund të paguhen nesër.